Përshëndetje. Unë flas për ata njerëz të cilët marrin vesh edhe shohin larg, jo për këta që nuk shohin as 2 metra para hundëve veta. Dëgjoni mirë. Asnjëherë nuk është dal kurti mos qaru çka kanë nënshkru për komunat serbe. Si Nohër, si Salzburg, ku ka shkruar atje. Asnjëherë nuk është dal mos qaru. Krejt hajnit, nënshkrimet edhe xhezat që ja ka bon asaj Kosove i ka mbëlu gjaja se me sovranitetin në Mitrovicë. E dini ju sa e dëmshme është ai nënshkrim Nohër i Kurtovicit për komunat serbe. A dini çfarë mundësish kanë ato komuna? Nuk janë pak, Kosova është e vogël, me 10 komuna serbe. A dini ju çfarë pasojash ka me na sjell në të ardhmen ky nënshkrim i këtij njeriu i cili është e zeza e atij veni. Për këta që nuk shohin thash larg veç 2 metra para toreve të vet, për këta ju duket tash çdo gjë ju duket veç kur ti ju del para syve, kur gjë që të sen shohin ta. Po shumë një të ardhme të afërm keni me pa çfarë pasojash katastrofale kemi me pas nga këto komuna serbe. Domethënë ky e ka arrit qëllimin e vet që gjatë qeverisjes ti sa e pet 5 vjeçare për pos damit që ja ka bo Kosovës edhe para se me qenë kryeministër, edhe kur ka qenë në opozit, ky ka shkaktu dame me këtë partinë e vet të pariparueshme. Thash edhe njëherë Kosova është sa Malmoja me rrethin, komuna e Malmës që thirret Skone me rrethin. Shumë e vogël edhe me 10 komuna serbe, para mendoni se çka ka me ndodh në atë Kosovë. Sepse ja ka mundësue vetë qeverisjen, ja ka mundësu ndoshta edhe shkputjen për Kosove, ja ka mundësu me qenë komunën veti që mos me pas kur gjo lidhje me shtetin e Kosovës. Dhe para mendoni se çka mundet me ndodh. Vetëm një njeri i cili është krejt tarabok në kry, i pa shkoll, analfabet, ose me gjakun e përzim, mundet me përkra Kurtovicin me partinë e tij. Një njeri që ka gjak shqiptari, nuk mundet me përkra kurse si dhe unë personalisht, qaq jam i zhgënjym, qaq jam sa që nuk kam mundësi, s'kom pas mundësi tjetër për të se me fol, sa ko mujt, e që besa edhe me kongë, tu përpjek me avshtin trunë shqiptarëve që kurti me partinë e tij është e zeza e atij veni. Krejt arsenalin e vet e zbarkojnë Mitrovicë me buxhetin e shtetit, edhe ditën e zgjedhjeve duke i ble votat, duke i manipulu njerëzit, që shqiptarët shumë kallaj mund i blen, edhe për me marë këtë pjesën tjetër, aja pjesë është e listës sërbe në tonë, këta kënenaj, dhe për me mbulut zezat në të ardhmen që e ka bo ati veni. Dhe më thonë, krejt arsenalin e ka zbarku aty me buxhetin, me parët e popullit. Qohën tash, jo i ngriti pensionet 30 euro, ma shumë, jo kënej, pa di qëfar shtrejtimesh jenë bo, pa di qëfar rryma sa shtrejtua, di që janë shku në 300%
qmimet, kur gjës janë këto? 30 euro. Këto janë veç sa më jau shpërla tronin edhe mi shti me i votu prapë. Dhash Zoti Hashim Thaçi po vjen për me na shpëtu edhe njëherë, sepse nëse ai burr nuk ish ardhur në Kosovë, ja dhash besën Kosova kish përfundue që shka qenë para vitit 1997. 98. Mirë po, unë shpresoj dhe jam shumë i bindur që Hashim Thaçi shumë shpejt në Kosovë dhe do të ka një punë shumë të madhe për me ja kthy prap Kosovës imazhin që ka pas. Mirë po, këta që e kanë votu lëvizjen vetëvendosje, ta kanë mi mallku dorët e veta, ta kanë mi mallku edhe kryt e vet, edhe besoj që kanë me pas pasoja edhe probleme, sidomos gërnaqat, cilët ja kanë bo sherrin më të madh Kosovës. Unë besoj që edhe këta kanë mund dëshku. Respekt nga Bacanura.